ndonjë kryeministër apo president që është arrestuar në detyrë, sepse më thatë pak më lart që atje ka vendin e Rama, por ai është në krye të qeverisë. Pra ju thoni që do pres drejtësia të marrë mandatin dhe pastaj mund ta thrasë, mund ta pyes apo më përpara? Jo, thret dhe pyet kur ti do i qefi, dhe është i detyruar të vej kur ta thresin. Qofse jemi për shtet ligjor, siç pretendojnë këta, se në fakt kemi shtet partijak, nuk kemi shtet ligjor. Por megjithatë, me që pretendojnë për shtet ligjor, atëherë ai duhet vetë përgjigjet. Sa herë që ta thrasin. Dhe ai ka vatur 3 herë në SPAK, jo 1 herë. Kush? Rama. Po s'kemi parë gjë. Po pse doni t'ua thonë? Po kush e ka media në dorë? E ka ai. Ai nuk i publikon ato që janë kundër tij, nuk diskutohet fare. Pra, Edi Rama ka vajtur 3 herë në SPAK, po ju them unë. Po për çfarë? Edhe telefoni i është marrë, edhe ishtë kontrolluar. Të tëra janë bërë. Pa ju tha që mos tentoni, mos guzoni të vini të më kërkoni telefonin. Dhe pastaj vajti si djali mirë dhe valla telefoni me një këmë duke edhur vallë. Nuk është trim ai. Sa ai e di se që pret, sa e ka në Kurris, përveç ka bërë këtu në Shqipëri dhe s'po bën këtu në Shqipëri. Ai ka me Bonigallin në Kurris. Si thoni ju, do t'ja falë Amerikan me Bonigallin atje? Kur në kur. Do t'ja falë. Ndoshta mund të thotë që është mirë aty ku është letrinë atje në qetësi, stabilitet në Ballkan. Të vazhdoj, jo, por nuk do prishet stabilizim, nuk do ketë destabilizim në Shqipëri. Ai do jap dorëheqjen mu si djali mirë. Do t'i thonë jep dorëheqjen, do jap dorëheqjen ai. Ka mbaruar ajo punë. Tani ai mendon dhe shpreson që të shpëtoj bashkëpunëtorët e tij, gjë që s'do ta bëj dot. Të tërë do vend pas tij. Po për atje, nga informacioni që ju keni avokat, ka vajt tani afër dhe për çfarë dosjesh konkretisht? Këto të fundit apo? Ka vajtur 3 herë në periudha kohë të ndryshme njëra nga tjetra. Domethënë ka vajtur herën e parë, dhe fjala është pyetur për anë. Ka vajtur të dytën për bën, ka vajtur të tretën për cën, e kështu me radhë derisa të vetë jap llogari si duhet të. Si duhet japi. Nuk i shton drejtësisë, jeni të sigurt. Avokat, kam një gjë. Rama u dha liri të plot mbi Shqipërinë. Edhe mund të përkojnë ku do tha. Shqipëria nuk është çifliku i kristaqit, zotri, që t'jap leje të plot Edi Rama. Edi Rama i ka kaluar kufi, po ka mbetur akoma ca djem në Shqipëri dhe ca burra, që mund t'ja tregojnë në vendin. Prandaj të tërhiqet në ato pislliqe që bën, të largohet nga brekt e melonit, se i mbetën turit të brekt e melonit, dhe t'i dalë të kryej detyrën si kryeministri i Shqipërisë, pra që kohë sa është akoma. Po duket se i kërkuan një çik ndihmë edhe Italisë në raport me Greqinë. Mendoni që do na zgjedh ne Italia përballë Greqisë? Si Greqia dhe Italia janë në mbrojtje të këtij. Nuk ka, me Greqinë s'ka asnjë problem. Me Greqinë problemin e kemi ne Mitsotakishin. Me Greqinë problemin e Greqia problem ka me neve detarët shqiptarë, me ne konservatorët shqiptarë, me ne patriotët shqiptarë, me ne ka problem Greqia, s'ka problem me Edi Ramën. Edi Ramën e kam gjep kur doj, si të doj Greqia do bëj ky. Dhe ashtu po bën, si të do Greqia. Po si ka mos se ju kështu keni thënë edhe për Fatosnanën, kështu po thoni edhe për Ramën, për Berishën, për serbët. Po pse nuk janë vërtetuar këto, po nuk ishte Fatosnanua në Athinë që tha minoriteti grek në Shqipëri jeton në trojet e veta, kush ishte? Unë isha, ai ishte. Dhe isha unë që i thash që thua, dhe detyrova unë ta merrte mbrapsht, dhe pastaj kisha fjalën për shtëpitë që ndërtuan tha në pronat që u dha 7501. Zotri, Greqia ka gjysmën e pushtetit shqiptar, për të mos thënë tërë, e ka agent të vet. Ti ke ministrin e mbrojtjes grek, mor, pse shkon më tutje? Ti ke atë lëngun, ai është grek, ka deklaruar që është grek me komsi greke. Dhe ti e ke ministrin e mbrojtjes, në një kohë që me Greqinë gjendje lufte. Paradokset e këtyre palaceve, këtyre maskarejve, këtyre policirave që na drejtojnë sot, nuk kanë fund. Vë ministri mbrojtje një grek me shtetin nam të cilit je në gjendje lufte. Qa prisni më ju?
Këto janë, ore këta gënjejnë qytetarët e thjesht në rrugë, po mua s'm gënjejnë dot. Pse nuk u mban atyre analistëve? Atyre opinionistëve. Se nuk dalë ata opinionistët të bëjnë debat me mua në media. I stoj. I Juvel Dorashkën. Mos më dalë mua spionën si Baton Haxhiu me shokët, paguar shtrejt shumë nga Beogradi dhe të dalin në mbrojtje të... Keni prova, avokat, se po akuzoni, nuk është se po mbroj njëri, po... Kanë dalë në media, mos zotri. Kanë dalë në media, nuk i akuzoj unë. Unë i kërkoj të dalin, të debatojnë me mua dhe të më thonë, të mbrojnë ato që thonë. Po ata flasin vetë atje, mblidhen me njëri tjetrin, janë të tërë të një mendje ata që është gjasme janë në panel dhe bëjnë debate, në fakt janë të një mendje. Dhe po t'i vësh re debateve të tyre, kur nuk shkojnë atje kur është plaga, po vinë rreth e rrotull dhe bëjnë sikur zihen, sikur kanë kontradikta, në fakt janë në një mendje dhe mbrojnë pushtetin aktual dhe mbrojnë komunistët shqiptarë në pushtet. Kjo është detyra e tyre. Këtë detyrë kanë marrë nga Beogradi, nga Athina, nga Moska. Dhe nga LGBT-qet e Evropës. Edhe diçka të fundit kam, avokat, megjithatë, i njohim edhe meritën se kryeministri jon arrin që t'i mbaj, si ka mundësi tani që Izraeli do investoj për armatime në Shqipëri, Italia në Pashaliman. Ndërkohë që ne dim si janë marrëdhëniet mes Izraelit dhe Turqisë, Rama i ka mirë me të dy. Jo, zotri, Izraeli nuk do të mund të investoj kur në Shqipëri për armatime. Armatimin e Shqipërisë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kanë bërë, dhe janë këtu. Kështu që ato janë shashka që i heth Edi Rama për të thënë që ja kam miqësi, kam marrëdhënie të shkëlqyera. Ai do që të bëj marrëdhënie me izraelitët, do që të sjellë çifutët këtu në Shqipëri, është dakord që të krijohet kolonia çifute në Shqipëri, siç ka bërë edhe mbushjen e Shqipërisë, është mbushur Shqipëria me të huaj. Dhe nuk flet njeri. Shkon për në gjithë jugun ke kamarier, guzhinier të huaj. Filipinez kënë Tepelen në toç të Tepelenës. Edhe këngëtarë në Durrës, avokat. Këndojnë këngët shqipe. Bukuri. Dhe na vinë zeza këtu nga anës, kam mësuar dhe 5 llafe shqip dhe këta i reklamojnë dhe i bëjnë sikur ata janë dashamirësit tanë. Zotëri, ata nëse pas se do bëjnë fëmijë, ata do shtohen. Edhe ata do të shkatërrojnë atë kompaktësi. Nuk kemi edhe krushime ata. Po pa tjetër do bëhen, të tëra do bëhen. A ishte objektivi që të shkatërohet komi shqiptar, të prishet struktura kombëtare shqiptare. Ky është urdhri që ka marrë nga LGBT-qet e Evropës dhe nga Izraeli. Dhe ai këtë kërkon të bëjë. Po ka akoma burra shqiptar që presëm të atja tërgojnë vendin. Edhe në të gjitha trevat, avokat, nuk jemi në gjendje të mirë, jo vetëm Shqipëri. Pa diskutim. Pa diskutim, mos kërkon të shqiptarët e Maqedonisë, mos kërko fare sepse atje janë Maqedonasi që urdhrojnë edhe nëpërmjet Beogradit. Mos kërkon në Kosovë, Kosova gjysma ja urdhro, do bëjnë prapë zgjedhje. Pse janë të përçarë, të shkatëruar, sepse vepron agjentura e Serbisë. Në Maltëzi po e njëjta situatë, ne jemi prandaj shpresa dhe shpëtimi jon do vijë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pik. Ky vendim është marrë dhe kjo do realizohet. Me hir apo me pa hir, po do bëhet. Fjala jote në vesh të Washingtonit, avokat, të falenderoj shumë, sidomos në publikut, të shpreh dhe mirënjohjen për mesazhet që ka marrë nga ata për t'ua thënë edhe juve. Të jam mirënjohës shumë. Falenderit dhe një falenderim të madh të jashtëzakonshëm ja u drejtoj të gjithë shikuesve tuaj, të cilët me mbështetjen e tyre na ndihmojnë dhe na japin kurajo. Kurajo nuk na mungon, por na japin mbështetje në kuptimin që e shohim që kemi dikë me vete, që të vazhdojmë të flasim në interes të kombit, në interes të vendit. Unë kështu kam folur, kështu flas e kështu do flas sa të kem jetën dhe sa të më ftoni ju. Një falenderit. Pra ta edhe mbështetja e tyre është e madhe sepse jeni me të vërtetat dhe pa doreza. Avokat, falenderit shumë. Gjithë të mirat.